Detaje tronditse kanë dalë nga aksidenti fatal në aksin Elbasan-Librazhd, ku humbi jetën një fëmijë vetëm 7 vjeç. Sipas dëshmive të banorëve të zonës, automjeti që përfshiu të miturin në aksident lëvizte me shpejtësi të lartë, ndonse drejtuesi i mjetit ka pretenduar se po udhëtonte me vetëm 10 km/h. Pas përplasjes, kanë qenë vetë banorët ata që kanë ndërhyrë për të nxjerrë fëmijën nga automjeti. Kur e kemi nxjerrë, e ka nxjerrë një anë çon aty, e ka nxjerrë shumë me kujdes. Kaq, çfarë them? Kurse ai shoferi thoshte unë jam në rrugë nacionale, thoshte. Ke parasysh? Kam drejtën time, ka thënë. Kaq. Ai thoshte kam qenë me 10 km/h. Një tjetër banore tregoi momentet dramatike pas aksidentit. Ka hes me shpejtësi shumë lartë. Sa do që thoshte kam hes me 10, kam hes me 10. Ai ka pa ngjarën. E morën erë të dolën gjithë burrë nga lokali, ngrit makinën, nxorën fëmijë nga makina poshtë. Thirrën ambulancën, nuk erdhi ambulanca, e morën me makinë të rastit, e çuan në spital. Sa e rrezikshme është rruga për ju si banor? Shumë e rrezikshme është. Shkap u realiz labnotu nuk llogarit sa aksidente kanë bërë. Nuk llogaritet. Shumë aksidente. Sa kam dalë këtu, nuk llogaritet. Tu di se është punë, nuk e di se është punë, po ban shumë aksidente. Ngjarja ka shkaktuar zemërim dhe reagime të forta nga banorët, të cilët kërkojnë masa urgjente për sigurinë në këtë segment rrugor, ku sipas tyre, aksidentet janë kthyer në një problem të vazhdueshëm.